Përmbytje të konsiderueshme janë regjistruar në qytetin bregdetar të Rikumit, ku deti është ngritur mbi 1.5 metra, duke krijuar një situatë problematike dhe shqetësuese për banorët dhe bizneset e zonës. Vija bregdetare kësaj qyteze është përballur me një fenomen të pazakontë për nga përmasat, i cili ka habitur por edhe trembur komunitetin. Gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të mërkure, si kundër ndiqni, kjo është situata, e cila është regjistruar në orët e fundit si pasojë dallgëve të fuqishme dhe nivelit të ujit, i cili ka depërtuar në brendësi të territorit, duke përmbytur oborret e disa bizneseve dhe banesave përgjatë vijës bregdetare. Në disa segmente kalimi është bërë pothuajse i pamundur për shkak të pranisë së ujit, por edhe inerteve të sjella nga dallgët. Pamjet e filmuara mëngjesin e kësaj të mërkure nga televizioni 6+1 Vlora tregojnë qartë për masat e situatës. Banesat, por edhe bizneset që operojnë pranë detit janë ndër më të prekurat, pasi ambientet e tyre janë mbushur me ujë dhe zhavor, duke shkaktuar edhe dëme materiale përreth territorit të tyre. Banorët shprehen të shqetësuar për përsëritjen e këtij fenomeni, i cili sipas tyre është shfaqur edhe në vitet e kaluara, por asnjëherë me këto përmasa. Ata theksojnë se çdo vit situata duket se rëndohet, duke rritur frikën për sigurinë e banesave dhe investimeve të tyre. Njohësit e detit mund ta cilësojnë ngritjen e nivelit të ujit si një fenomen natyror të lidhur me baticën dhe errat e forta, por ndikimi i ndryshimeve klimaterike dhe ngrohjes globale po i bën këto episode më intensive dhe më të shpeshta. Po, ka ndodhur disa herë në këto vite. Një vit do të ketë qenë 2010-11 se më mirë vitin, ka bërë det nga veriu dhe dallgët e detit nxjerrin dhe rërën, zhavorin, ndikon dhe era bashkë me siç ka ndodhur tani. Po ky nuk është një fenomen që ka ndodhur vetëm këtë radhë. Ka ndodhur ndoshta jo për vit, ose mund të ketë ndodhur 2 herë në vit, në vitet e shkuara. Po është një gjë normale kur fryn veriu. Se kur është juga, është në të kundërt. Rritja graduale e nivelit të detit e kombinuar me stuhit fuqishme krijon kushte për përmbytje të papritura dhe me pasoja edhe ekonomike, nëse këto situata do të bëhen tashmë të natyrshme dhe të përsëritshme. Përveç pranisë së ujit në rrugën automobilistike Buzdetit, në zonën e njohur si rruga e Pashalimanit është grumbulluar një sasi e konsiderueshme zhavori dhe mbetjesh të sjella nga dallgët. Kjo situatë jo vetëm që pengon lëvizjen, por përbën edhe rrezik për mjetet dhe këmbësorët. Banorët shprehen se institucionet përkatëse nuk kanë marrë masa të mjaftueshme parandaluese për këtë situatë, por as për pastrimin e zhavorit dhe hapjen e rrugës. Sipas tyre nevojiten ndërhyrje konkrete në infrastrukturën bregdetare, ndërtimi i barirave mbrojtëse dhe pastrimi i rregullt i zonës për të parandaluar grumbullimin e inerteve. Situata mbetet shqetësuese, ndërsa banorët kërkojnë reagim të shpejtë dhe zgjidhje për të përballuar fenomene të tilla natyrore, të cilat në kushtet e ndryshimeve klimatike pritet të jenë gjithnjë më sfiduese për zonat bregdetare.